Horoskopi ditor e hënë 7 prill 2025. Dashi, ndikimi i Uranit do jetë mjaft negativ sot për jetën tuaj në çift. Do jeni shumë konfuz dhe nuk do jeni të sigurt nëse doni ende të vazhdoni lidhjen që keni krijuar. Beqarët do kërkojnë një person perfekt dhe pas një defekt. Kjo në fakt është e pamundur. Në planin financiar duhet të tregoni të duruar dhe të mos kërkoni të pasuroheni me një herë. Demi, dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes për ju sot. Edhe pse do keni angazhime të shumta, do e gjeni kohën për t'ia kushtuar partnerit. Ai do ndihet mirë dhe do mundohet t'ua bëjë qefin sa të mundet. Nëse jeni vetëm, ka gjasa të hidhen hapat e para drejt një dashurie romaneske. Përgatituni. Nëse doni që buxheti mos ketë probleme, limitoni sa më shpejt shpenzimet. Binjakët, ditë e sotme nuk do jetë idealja për jetën në çift. Do keni vështirësi për të ruajtur një komunikim të mirë dhe nuk do i shpëtoni dot rutinës së përditshme. Beqarët do kenë mjaft takime, por nuk do vendosin dot cili është i duhuri. Mos prisni gjatë, sepse të tjerët mund t'ju arrëmbejnë personat që pëlqeni. Jupiteri do ambrojë fort financat gjatë kësaj dite. Mos u shqetësoni, nuk do keni probleme. Nga porja, influenca e yjeve në jetën sentimentale të çifteve do jetë e favorshme. Përfitoni sa më shumë nga kjo klimë qetë pa kthyer kokën pas. Ju beqare, edhe pse do josheni mjaft nga dikush sot, nuk do jepni veten kollaj. Analizojeni me kujdes çdo detaj dhe më pas vendosni për të ardhmen tuaj. Urani dhe Neptuni do ju sjellin përmirësime të financave, por mos u tregoni impulsiv me shpenzimet. Luani, konfigurimi i yjeve do jetë mjaft pozitiv për jetën sentimentale. Ata që janë në një lidhje do mendojnë të çojnë gjërat edhe më tej. Nga ana tjetër, beqarët do ndihen mirë pranë personave që do takojnë dhe shumë shpejt mund të vendosin të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar, duhet të vazhdoni të tregoni të matur me shpenzimet nëse nuk doni të keni probleme. Virgjëresha, jeta në çift do jetë e bukur sot. Si ju ashtu dhe partneri do tregoni të hapur dhe do tentoni të provoni gjëra të reja. Më në fund do e largoni rutinën nga jeta juaj dhe do ju duket sikur keni rilindur. Beqaret do jenë të privilegjuar në sektorin e dashurisë. Edhe pse nuk kanë kërkuar me ngulm, dikush do të bëhet pjesë e jetës së tyre. Sektori i financave do ketë vështirësi. Kujdes. Peshorja, ditë mjaft e bukur përsa ju përket çështjeve të zemrës. Do kuptoheni mjaft mirë me atë që keni në krah dhe nuk do keni as problemin më të vogël. Beqarët do të kenë disa takime të veçanta, të cilat shpejt mund të shndërrohen në histori të bukura dashurie. Në planin financiar, gjërat do shkojnë më mirë se sa ju e kishit menduar. Shfrytëzoni për të kryer transaksione dhe për të hequr lek në një anë. Akrepi, përsa ju përket çështjeve të zemrës, situata nuk do jetë shumë roz. Do përballeni me aspektet negative të planetëve. I gjithë ankthi dhe dyshimet që keni pasur do ju torturojnë. Edhe pse personi që doni do shprehë atë që ndjen për ju, nuk do ndiheni të lumtur. Beqarët nuk do kenë ndryshime. Kënaquni me situatën aktuale financiare, sepse po tentuat ta ndrejtni, mund edhe të përkeqësohet. Shigjetari, ambienti në lidhjen tuaj gjatë gjithë ditës do të jetë i gëzuar e i lumtur. Ju mund të përfitoni sa më shumë në momentet e kënaqësisë pranë partnerit. Beqarët nuk do vendosin kollaj për ata që do takojnë. Megjithatë, aventurat e shkurtra do ju tërheqin mjaft. Plutoni do ndikojë pozitivisht tek financat. Ai do ju ndihmojë të shtoni të ardhurat dhe të mos bëni shpenzime të pamenduara mirë.
Britsjapi. Jeta në çift do jetë më e mirë se disa ditë më parë. Do keni më të lehtë komunikimin me partnerin dhe do afroheni më tepër me të. Mundoni ta shfrytëzoni ditën deri në fund. Beqarët do jenë të trishtuar, sepse as sot nuk do e gjejnë personin që kanë ndërruar. Influenca e Plutonit do jetë negative për financat. Mos hidhni asnjë hap pa u menduar mirë. Ujori. Disa detaje të vogla në dukje, pa ndonjë rëndësi të madhe, mund të ndikojnë së tepërmi në harmoninë e jetës suaj në çift. Mundoni të mbani zgjuar komunikimin dhe bashkëpunimin. Beqarët nuk duhet të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm për të gjetur dashurinë. Çdo gjë e ka një kufi. Me shpenzimet, tregoni më të arsyeshëm nëse doni që financat të jenë të qëndrueshme. Peshqit. Ata që janë në çift do kenë një ditë të mbushur me debate dhe konflikte gjatë kësaj dite. Në shumicën e kohës do jenë të mërzitur dhe pa dëshirë për të bërë asgjë. Beqarëve do ju rëndoj më shumë se kur vetmia. Tregoni më të hapur nëse doni të gjeni dikë. Me financat mos u tregoni të pakujdesshëm. Po shpenzuat me kushtim, gjithçka do shkojë më së miri.